Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot, në vazhdim të rubrikës Ti pyet Kurani përgjigjet, do t'i përgjigjemi pyetjes çfarë thot Kurani për rrezikun, për furnizimin. Në ajetin 27 të surës Al Imran thuhet: "Wa tarzuqu man tasha bighayri hisab." Ti furnizon këtë duash pa llogari. Nga ky ajet fisnik mësohet se Allahu i jep furnizim kujt të dëshirojë me urtësinë dhe mëshirën e tij në mënyrë të pakufishme dhe përtej llogarive njerëzore. Askush nuk mund ta pengojë mirësinë e Allahut dhe çdo mirësi që buron prej tij. Një nga çështjet që e shqetëson më shumë njeriu në jetën e kësaj bote është rreziku, pra furnizimi, pasuria, ushqimi, puna, shëndeti, mundësitë dhe çdo mirësi që Allahu ja dhuron robit të tij. Shpesh njeriu shqetësohet për të ardhmen, friksohet nga varfëria dhe harron se pas këtij universi qëndron një Zot i gjithfuqishëm, i cili ka garantuar furnizimin e krijesave të tij. Kurani na mëson se rreziku nuk është vetëm rezultati i përpjekjeve tona, por mbi të gjitha është dhuratë dhe mëshirë nga Allahu fuqiplot e bujar. Fjala rizq është përmendur në Kuranin e shenjtë në 123 vende. Por çfarë thot Kurani për rizkun? Së pari, Kurani thot se vetëm Allahu është furnizuesi. Në ajetin 58 të surës Ad-Dhariyat, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin. Me të vërtet, Allahu është furnizuesi i madh, zotruesi i fuqisë së fortë. Ky ajet na mëson se burimi i vërtet i çdo furnizimi prej rrezikut është Allahu i plotfuqishëm. Njeriu mund të ketë një punë, një biznes apo një pasuri, por ai duhet të kuptojë se mund aftësia për të punuar, mundësitë, shëndeti dhe suksesi vijnë nga Allahu. Në ajetin 6 të surës Hud, Allahu i madhruar thot: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha." Nuk ka asnjë gjallësë në tokë që të mos e ketë rrezikun e saj tek Allahu. Edhe ky ajet na mëson se rreziku i gjallësave është tek Allahu. Nëse Allahu kujdeset për çdo krijesë, vallë, si mund të mendojë njeriu se ai do ta harrojë atë? Allahu nuk na harron. Jemi ne ata që e harrojmë Allahun. Së dyti, Kurani na thot se mos u friksoni nga varfëria, sepse Allahu garanton rrezikun. Një nga mashtrimet e shejtanit është frika e tepërt nga varfëria. Në ajetin 268 të surës Al-Baqara, Allahu i madhuar thot: "Ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Shejtani ju frikson me varfëri dhe ju urdhron për vepra të këqija, ndërsa Allahu ju premton falje dhe mirësi nga ana e tij. Shumë njerëz
bie në mëkate për shkak të frikës së rrezikut. Ata gënjejnë, mashtrojnë, marrin hakun e të tjerëve, ose largohen nga rruga e Allahut. Por njeriu besimtar i devotshëm e di se një furnizim i fituar me haram ai nuk sjell bereqet. Besimtari përpiqet dhe e fiton rrezikun e tij me halal, pa në rrugë të lejuar. Së treti, Kurani thotë se rreziku vjen me përpjekje dhe jo me pasivitet. Kurani nuk e mëson njeriu të jetë dembel, përkundrazi, njeriu duhet të punojë dhe të përpiqet sipas Kuranit. Në ajetin 15 të surës Al-Mulk, Allahu i madhruar thotë: "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Ecni në përpjesët e saj, pra në tokë, dhe hani nga furnizimi, rrezku i tij, rrezku i Allahut fuqiplot. Ky ajet fisnik tregon se njeriu duhet të lëviz, të kërkojë dhe të punojë. Gjithashtu, në ajetin 39 të surës An-Najm, Allahu i madhruar thotë: "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Dhe se njeriu nuk do të ketë tjetër veç asaj për të cilën është përpjekur. Pra, besimin në Allahun nuk do të thotë të praktikës shkaqet e fitimit të rrezikut. Besimtari punon, por zemrën e lidh me Allahun fuqiplot. Së katërti, Kurani thotë se devotshmëria është shkak e një rreziku të madh. Një nga ajetet më të fuqishme për rrezikun janë pra ajetet 2 dhe 3 në surën At-Talaq, në të cilët Allahu i madhruar thotë: "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush është i devotshëm ndaj Allahut, ai për Allahut do t'i jap rrugdalje dhe do ta furnizojë prej nga nuk e pret. Këto ajete na mësojnë se devotshmëria ndaj Allahut hap dyer që njeriu nuk imagjinon. Ndonjëherë njeriu mendon se zgjidhja është vetëm në një vend të caktuar, por Allahu mund t'i sjellë rrugdaljen nga një drejtim që ai kurrë nuk e kishte menduar. Së pesti, Kurani thotë se falënderimi e shton rrezikun. Një nga ligjet e Allahut është se falënderimi sjell shtimin e mirësive. Në ajetin 7 të surës Ibrahim, Allahu i madhruar thotë: "La in shakartum la azidannakum." Nëse falënderoni, do t'u ashtoj edhe më shumë pra mirësitë, rrezikun. Shumë njerëz shohin vetëm atë që u mungojnë dhe harrojnë atë që kanë në duart e tyre. Por Kurani na mëson se zemra falënderuese është zemër që sjell shtimin e rrezikut. Së gjashti, Kurani thotë se Allahu mund ta zgjerojë ose ta ngushtojë rrezikun sipas urtësisë së tij. Në ajetin 26 të surës Ar-Ra'd, Allahu i madhruar thotë: "Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir." Allahu ja zgjeron furnizimin kujt të dojë dhe ja kufizon kujt të dojë. Ndonjëherë njeriu mendon se pasuria është shenjë e kënaqësisë së Allahut dhe varfëria është shenjë e braktisjes së tij. Por Kurani i shenjtë na mëson se pasuria dhe varfëria janë sprova me të cilat njeriu sprovohet se sa është falënderues dhe sa është i durueshëm. Në ajetin 20 të surës Al-Isra, Allahu i madhruar thotë: "Kalla namiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Të gjithëve këtyre dhe atyre u japim nga dhuntia e Zotit tënd. Allahu u jep nga mirësitë e tij dhe të gjithë njerëzve, si atyre që kërkojnë të botë, edhe atyre që synojnë botën tjetër. Dhënia e Allahut është e gjerë dhe nuk kufizohet vetëm te një grup. Çdo e mirë që njeriu zotron vjen nga Allahu, por vlera e saj përcaktohet nga mënyra se si njeriu e përdor dhe nga qëllimi që ndjek. Së shtati, Kurani thotë se rreziku më i madh është afërsia me Allahun. Shpesh
njerëzit mendojnë se rizku është vetëm paraja, shtëpia apo pasuria, por Kurani i Shenjtë na mëson se mirësitë më të mëdha janë mirësitë shpirtërore, si besimi, udhëzimi, qetësia e zemrës, familja e mirë, shëndeti, dashuria dhe mëshira. Në ajetin 11 të surës At-Taghabun, Allahu i Madhuar thot: "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Kush beson Allahun, ai ja udhëzon zemrën. Një zemër e udhëzuar është një nga rrezikët më të mëdha. Të dashur vëllezër dhe motra, çdo gjë prej së cilës njeriu përfiton në mënyrë të ndaluar haram, nëpërmjet tregtisë me alkoolin, me drogën, me vjedhje, mashtrime e tjerë, nuk konsiderohet rizik, furnizim nga Allahu i lartësuar, sepse Allahu e ka mohuar lidhjen e mëkatit me veten e tij. Në ajetin 28 të surës Araf, Allahu i Madhuar thot: "Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Thuaj, me të vërtetë, Allahu nuk urdhëron për veprat e turpshme të këqija. A thoni për Allahun atë që nuk dini? Ndërsa në ajetin 19 të surës An-Nahl, Allahu i Madhuar thot: "Yanha 'anil fahsha'i wal munkar." Ai për Allahu ndalon nga veprat e turpshme dhe të këqija. Prandaj, nuk është e mundur që fitimi i pasurisë me haram ti atribuohet Allahut të lartësuar, sepse Allahu e ka mohuar që prej tij është ligjëruar ndonjë vepër e shëmtuar apo e keqe. Allahu është shumë i lartë se të ndalojë një gjë e pastaj ta urdhërojë atë, ose ta ndalojë atë e pastaj ta kufizojë furnizimin e njeriu vetëm në të. Njeriu duhet të ndjekë rrugët më të mira dhe më të pastra për fitimin e rizikut dhe të mbështetet tek Allahu fuqiplot, i cili e ka udhëzuar dhe ndihmuar që të ndjekë të rrugë më të drejtë dhe të heqë dorë nga rrugët e haramit, nga rrugët e këqija, nga mashtrimi, nga vjedhja dhe nga droga, alkooli, për të fituar pasurinë e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani i Shenjtë na mëson se Allahu është furnizuesi i vetëm. Rizku ynë është në dorën e tij, Allahut. Ne duhet të punojmë dhe të përpiqemi. Në Islam nuk ka o Zot me jep kot, as edhe një herë. Devotshmëria sjell rrugdalje dhe furnizim. Falënderimi e shton rizikun. Mos ta shesim besimin ton për shkak të frikës nga varfëria, të qëndrojmë gjithmonë të bindur se Allahu do të na furnizojë, do të na ndihmojë dhe do ta largojë varfërinë prej nesh. Le të kujtojmë gjithmonë fjalën e Allahut të madhruar në ajetin 22 të surës Dhariyat që thotë: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju është premtuar. Ky ishte pra mendimi i Kuranit për rizikun. Duhet që Kuranin ta marrim udhërfyes në jetën tonë, të lidhemi me të, ta kemi prisin tonë, sepse ai është prisi më i mirë. Ai na siguron lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na bëft për atyre që kërkojnë rizikun halal, që falenderojnë për mirësitë e Allahut dhe që kanë zemra të lidhura me furnizuesin Allahun fuqiplot, jo vetëm pra me furnizimin. Qofshim prej zbatuesve të fjalës së Allahut në jetën tonë. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.